sa tokë keni? Po tokë, kem ka që të tokë që e kem, po edhe morëm me qira shumë, dikon rreth 60 hektar që punojna. E t'juve që keni me letra, sa keni? Po kem tokë me letra nga 15 hektar, 20 hektar. 15. A paguni diçka për tash për kullosa këtu që jeni apo? Jo, këtu kullosa ka për mi 100 hektar kullosa ka, 200 hektar që vish mi kullosë, s'ki nevoj, do më që është tokë e shtetit që s'ki nevoj me paguar. Ndërka sa tokë që punoni a paguni qëra? Po një pjesë po. Një pjesë. A kushton e? Po me kushton, po mas i përanimoj me shto subvencione, është puna shumë mirë. Disa kolegët ju i panë kohën që pronarja i punëdhënësi apo që të themi qëra dhënësi i tokës, po e o merë subvencionet. Ndërka që me ju si shëndërën puna. Varët këtë për marrëveshje. Si e ke marrëveshje? Po ne ke marrëveshje ndikon rreth 100 euro në hektar i dhomë, tokë të mirë. Do të thotë nuk ka hisa i subvencion. Jo, hisën e morë. E merë ju. Veç varët këtë për marrëveshje, qysh e bën marrëveshjen, qysh këtë varët. Duhet marrëveshje. Se në kom një që jam merë edhe subvencionet, plus jam merë 100 euro në hektar. 100 euro në hektar. Ka gjithë shka, po na qysh të kina. Në më unë standard e kina 100 euro në hektar. Veç me konë shumë toka e mirë, ose me na konë venu shumë me pos sasi tokës, në më unë me konë një blok tokë në 10-20 hektar. A keni mekanizm të mjaftueshëm pujtë? Me forcat tona që kena bohe, në më unë që kena punu me forcat tona, e kena bo një pjesë të mirë, po jo durën. Jo durën. Qka u mjafton? Qka u mungon? Mas pare, po na mungon një mikser. Një mikser, por me përzi A s'pëndan komuna, ndajnë disa komuna aksesor për bujësi, po ndonë, po makina nuk të na që pi mas lufte nuk këna mujtë kur me marë, as një maqin që i mjellë lëptë. S'këna mujtë me marë. E din ata vetë kënë ja kanë dhonë, që ja kanë dhonë që kanë boha din vetë. A s'keni qit letra ju apo? Po letrat i këna qit, po njëherë më batërzu për një munges letë meftimi që unë e di sigur që kom quë. E kanë zjerë t'i kushpe aty? A kanë zjerë, që kanë bo ata e di, na habit kër kanë shti letrat, nuk kanë shti, ata e di. Po njëherë e di që vesh më kanë dhonë letë meftimin, sikur kanë vepru dikur Ministrit Bujqësisë kanë zjerë si e i nuk e di që kanë bo ata, po unë personalisht mu më kanë ndodhë që kanë thonë të mungon, po unë e di që asë nuk mi kishtë pranu dokumenta që ose si kisha posë në regull. Si kanë shletu i ka këqyra në regull, ka thonë në regull je, me që ta shqytim ma kanë hu për shamët. E tash Ministria e Bujqësisë ndanë mjete edhe për mekanizim bujqësor. Keni diçka përveç aksesor, sa keni diçka nevoj? Kena nevoj për shamët, kena nevoj. Po ke 60 hektar me punu. Po 3 traktura kena 2 traktura më të vogël, 1 traktor të madh, po me na animu për shamët shteti me posë 1 traktor të madh. I garantoj që i kështu punu dhe 150 hektar, do më me na animu shteti vitin tjetër. A ka tokë që nuk punohet tu, që ka titular por nuk e punon? Po mundu me marrë me qira tokë sa dush me pos mjete. Po mjetës, njerës kena, po mjetës po kena. Do më me na animu shteti, kishëm mujtë me punu e garantoj që ne 150 hektar nuk kishëm me vitin tjetër për shambull.